Këtë të marrë drejtuesja e Institutit të Statistikave Elsa Dhuli ka deklaruar se kostoja për realizimin e procesit të censit të bujqësisë shkon deri në 9.2 milion euro, ndërsa po raportonte në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Nismat Qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale me Komisionin për Ekonominë, Punësimin dhe Financat. Dhuli tha se strategjia për censin e ri do varet nga miratimi i projektligjit, që sipas saj ka kaluar një proces të gjatë konsultimesh. Censi i bujqësisë është planifikuar të zhvillohet në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Bujqësisë për raundin e censeve 2020 dhe rregulloren e Komisionit Evropian mbi statistikat e integruara të fermave. Aktualisht, strategjia e censit është në proces përditësimi dhe miratimi zyrtar, varet nga miratimi i projektligjit për censin e bujqësisë. Ky projektligj ka kaluar një proces të gjatë konsultimesh me ekspert vendas e ndërkombëtar, si dhe së fundmi konsultimin publik. Aktualisht, situata është në proces reflektimi të komenteve të ardhura nga procesi i konsultimit publik. Aktivitetet të tjera në mbështetje të realizimit të këtij procesi madhor janë në vijim. Lidhur me koston e mbulimit, parashikohet prej 92 milion lekë ose 9.2 milion euro, të cilat fonde janë kërkuar nga buxheti i shtetit në planin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Dhuli shtoi mëtej se Instati po bashkëpunon me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të realizuar këtë proces. Sjellim ndërmend se censi i parë i bujqësisë u realizua në vitin 2012 dhe i dyti duhej të kryhej në 2022-shin, por afati nuk u arrit. U shtypën në vitin 2024, por as ky afat nuk u arrit dhe tani më pritet që ky proces të kryhet në vjeshtën e vitit 2026. Ky cens synon të mbledh të dhëna për strukturat bujqësore, tokën, pemtarinë, por edhe blegtorin, si ato që prodhojnë për tregun, ashtu edhe ato që sigurojnë vetëm nevojat familjare.